Faleminderit shumë që jeni se thash veprimtari çështjes kombëtare ndër më të hershmit ka Ona Prizrenit. Unë falenderoj shumë, po para se me kalu tek biografia jote që e ki shumë posër biografinë, edhe me aktivitete, domethënë çështjes kombëtare, edhe me aktivitete politike, po dal pak te nisma, çka po puna burra, po bëni koalicion me këta ju. Drejt më na kallzu, ju këshillove. Jo, unë zakonisht për çato nuk jem politikon i mirë se foli drejt aty. Sipas këtij mentaliteti që është krijuar në Kosovë, në fakt nisma ka qëndrimin publik, domethënë edhe tash kanë metë edhe disa ditë deri në seancën e parë konstitutive dhe po shpresoj se para seancës partitë opozitare do ta kenë një mirë kuptim mes veti, që para se me shku në seancë me pas qartë se pas dështimit duhet me pas Albini çka do të bëjnë këto. Për ndryshe nuk është mirë me shku deri në seancë pa u marrë vesh partitë opozitare, edhe pse peshohen në bazë deklarimeve, qëndrimeve, kërkesave, do t'jetë pak vështirë, po sido që t'jetë politika është kompromis. Allah e ka zëm drejta ke fol me Fatminin këtë ditë. Po jo ka. Po thonë që ja keni lyp 4 ministri edhe krye parlamentar. Këto janë muhabete, mualife që është në Gjakovata. E çaja që dol pi Berat Buzhalit që tha domethënë nuk e çojnë avenin zgjedhje. Këtu është një problem tjetër. Këtu duhet me menu këtë partitë opozitare, a dojnë me shku në zgjedhje ajo. Nëse dojnë me shku në zgjedhje. Po shiqo, unë po menoj se ne do të qëndrojmë besnik atij qëndrimi që kemi pas edhe në fushat edhe para fushatës, se jemi të interesu që me nalën këtë qeverisje në vend, po këti qëndrimi du të mi kontribue edhe 3 subjekte tjera, përveç deklaratave që i kanë du të edhe në tavolinë me kontribue që faktikisht mja shkurtu qeverisjen e keqe Albinin Kosovë. Çka nëse hen, Bacazov, çka nëse hen Fatmi Limaj, hipotetikisht, që pe marrë me shembull që hepur, çka bën ti? Po unë njerë nuk besoj se hin. Po çka nëse? Pa tash hipotetikisht unë s'muj më përgjigjën, po... Pa, a do t'jesh pjesë e nismës nëse hen ajo? Shiqo, unë në fakt, do mënë kom qëndrimin shumë të qartë, si Zafir, gjithsesi, deri tash e kom bartë edhe në opinion edhe qëndrimin e nismës. Po vishti del kundra burra shiqare, kështu haptas. Tjetër unë ka pak. Jo, unë jem kundër qeverisjes me Albinin, po një gjonë ta kuptojmë, jem edhe kundër shkurjes në zgjedhje në këto rrethona që është Kosova. E gelon pak Sicilë dhe ti dire. Po tash edhe Albini zajt e zemalloj. Çdo që të kuptohet, po nuk është mirë me shku në zgjedhje. E mirë Bacazov se du mund guz. Ti niku i ke thonë Albin Kurtit analfabet. I ke thonë mja dhonë një kallashit duket si aeroplan. I ke thonë Albin Kurti është e keqja e zeza e Kosovës. Me që t'njeri me një koaliciona? Jo, po unë çka fola deri tash. Po ti thon me s'mequ vendin zgjedhje. A më mirë me çu vendin zgjedhje a me një koalicion me analfabet? Duhet mu dakordue domon partitë opozitare. Milon ndërskomcat, se thash politika megjithatë është kompromis dhe partitë opozitare me theks veçantë nuk kanë provojë nga kalumja, sepse tashmë gjitha subjektet duke përfshirë edhe këto që është në ikje nga qeveria, domon kanë bën koalicione në mesveti, pra nuk kanë që po ndodh era parë. Natyrisht për me arritën një marrëveshje, çdo njëri duhet nga vetvetja ka pak më lëshu pe, kjo është sikur ajo çështja e pleshnitarëve kur e pleshnojnë një problem, një mosmarrëveshje midis dy palëve dhe për mu dakordue, pe marrë këto më si je marrë ka pak me pleshnim të problemeve të lasheve, duhet të dy palët me lëshu pe. Unë thash, përveç deklaratave gjithë subjekteve që janë domon për një koalicion të opozitës, domon ka pa kërkesa ma tepër se që duhet me i pas. E cila do t'ishte zgjidhja më e mirë, Bacazov, si mas te? Zgjidhja ime ajo që kom thonë vazhdimisht domethënë në një koalicion i opozitës. E kryeministër kush? Tash varësisht që është dakordohen. E kryeparlamentar Limaj Selçana? Jo, unë nuk menoj që në këtë moment domethënë ka dikush ambicje domethënë për ndonjë pozicion sa shumë e rëndësishme është për një edhe për vendin që mos shkojë rënd por zgjedhje dhe ti jepet një qeveri e cila ndoshta nuk mund të jetë shumë jetë gjate, po që mundet me bon kthesa të mëdha
në këto rrethona gjeopolitike që po kalon Kosova, rajoni e Mëxher. Do deklaratat që i dha Fatmi Lima që i ka thonë, që ja kanë keq kuptuar, në fakt, se ka thonë edhe vetë, Bek Berisha tani ka dolu ju ka shoku gjë shumë. Ju ka ofenduar. Po nuk mirë mune me deklarata emocionale, ata ka thonë zuzore, ka thonë, çka po më thon? nuk janë as politike. Ai Ramusha ju. Jo, unë nuk menoj, sepse ne thash pas zgjedhjeve kemi një qëndrim publik, cilin me gjos, nëse zgaboj unë e kumboj pari, pastaj edhe të tjerët, që nisma është e përsaktune deri në këto momente kur po flasim, domethënë që të ketë qeverit të partive opozitare dhe natyrisht do të funksionojmë si një grup parlamentar bashkë me aleancet. Po që dallimet midis dy partive ekzistojnë, ajo është ditë për fillimin, sepse ne jemi dy subjekte dhe dy subjekte kemi marrë pjesë në zgjedhje. Nuk është që ne kur kemi bërë koalicion jemi shkrim një subjekt. Për deklarata çka mendon Bazazo? O ka një keq interpretim, domethënë i fjalorit të Fatmirit që zakonisht është ma tolerant se shumë politikon të tjerë dhe ma eloquent kështu në deklarata, për ndryshe ato që e ka thonë atë natë, domethënë e ka thonë edhe një vjet edhe 2 vjet ma herët. Domethënë kur është pyetje interesi nacional i Kosovës, duhet me lënë për anash dallimet. A ka pas një takim ndërmjet Limajt edhe me vetëvendosi nuk ka pas takim. Nuk ka pas, sigur. Ja, 2% aty. E s'na kallëzove çka bën ti nëse hin ata në koalicion. Unë metëm Zafiri që kam qenë gjithmonë aty. Ne do nisëm si e mo. Ja, unë s'po them që s'jam nisëm, sepse në fakt unë në nisëm jem për 2016-ës, edhe pse nisma është themelu ma herët, unë deri në 2016-ën kam qenë koalicion me nisëm si Bashkim Demokratik, subjekt lokal, në Prizren që ku ma udhëheq për 6 vjetë. Për ndryshe, unë po menoj se nisma i ka, me gjitha ta një kryesi, i ka organet e veta, dhe në bazë të qëndrimeve që i kemi pas në takimin e fundit, domethënë unë qëndroj në ato qëndrime cilët tashmë janë publike. Deri tash nuk kemi pas ndonjë ndryshim që unë me pas edhe ndonjë mendim tjetër. Bazazov, ju keni qenë, thashe në prezentim, ushtore e ushtrisë ligjore të Kosovës, komandant nga una e vrini tani nga Prizreni, edhe realisht, çka mendoni për çto ligj? Nësa ligji ka lënë hapësirë, nuk e përshtatën shumë luftës në Kosovë, është marrë me gjas modeli Kroacisë, për ndryshe lufta në Kosovë ka dallu për luftës në Kroaci, po edhe në Bosnjë, ka qenë krykput, fillim e mbarim luftë vullnetare, për dallim nga ta zonë nga Kroacia që ka pasën domethënë policinë, domethënë ato komponentat rezervë